Kush ishte Maria? Në Krishtlindje Maria merr mjaft vëmendje, por kush ishte ajo? Do të ndaj me ju çfarë kam në mendje sot. Në Bibël thuhet se Maria ishte një virgje resh, do me thënë një vajzë e re e pamartuar. Ajo ishte e fejuar me Josefin, por nuk jetonin bashkë para martesës. Kur angjeli i shfaqet Marias, ajo përgjigjet: "Si do të ndodhë kjo, se unë nuk njoh burr? Pra, nuk kam fjetur me asnjë burr." Por angjeli i thot gjithashtu Marias se ajo është hir plot. Çfarë do të thotë kjo? A duhet të lutemi te Maria? Hir plot do të thotë një thelb që asaj i është dhënë hir. Dhe ky hir u është dhënë të gjithë krishterëve. Kur lexojmë në zbulesë, angjeli i thot Gjonit, i cili u bie në gjunjë para tij: "Mos, unë jam shërbëtorësi i ti dhe si veleserit e tu që ruajnë dëshminë e Jezusit. Aduro Perëndin." Maria ishte e bekuar me hir, ashtu si të gjithë të krishterët, por nuk ka askund në Bibël një urdhër që të lutemi te Maria ose të adurojmë në emrin e saj. Ne duhet t'i lutemi dhe të adurojmë Perëndin, dhe si Maria të themi: "Unë jam shërbëtorja e Zotit, mendodë sipas fjalës sate."